Sulmi që ka ndodhur më 22 janar të vitit 1998 në familjen e Jashari ishte sulmi i dytë në këtë familje. Pothuajse më shumë se 6 vite pas sulmit të parë, që kishte ndodhur në fund 91 me 30 dhjetor, atëherë forcat serbe me njësi speciale u munduan që të eliminojnë familjen e Jashari pa bubuje madhe. Mirë po, familja e Jashari, edhe pse vetë Adem Jashari nuk ishte në shtëpi, mirë po ishin pjesa tjetër e familjes, arriti që ta mbroj vetë-vetën, familjen e tyre, po njëkohësisht edhe tregoja rezistencën jo vetëm për familjen e tyre, edhe për kazën, por për gjithë popullin shqiptar. Sulmi ka ndodhur diku pak pas orës 5 mëngjes herët, ku njësitë të njësitë speciale serbe dalin nga fabrika e municionit edhe sulmojnë familjen në 2 drejtime, nga rruga edhe nga arat lart. Duke mundu që nga 2 anët të futin në shtëpi të eliminojnë. Mirë po familja u mbrojt se ka më herët, Baca Shaban, baba edhe Jasharit me nipa, nga Uda e Bora kjo poshtë, luftoj edhe u mbroj nga kjo pjesë, kurse Hamza vllai edhe Jasharit me vajza e gratë familje luftoj edhe mbrojti pjesën tjetër të familjes. Betejë zgjati diku rreth gjysore. Fillon të ketë krizme edhe nga jashtë. Edhe serbt, me qenë se rezistenca është shumë e fortë në familje, e panë që është e pamundshme me të futen, u tërhoqën, ku si pasojë e kësaj betejë u plagosën 2 vajza, edhe u vrojtën disa kafshë në familje. Mirë po nuk pat viktima njerëz fatmirësisht, edhe forcat serbe dështuan. Vajzat që janë plagosur në familje është Iliriona e Rifatit, edhe Selvetia e Hamzës, e cila fatkeqësisht në sulmin e tretë, që ndodhi me 5, 6, 7 mars po vitin 98, ra dëshmore. Kurse Iliriona fatmirësisht në sulmin e tretë nuk ka qellu këtu në shtëpi, të dojtë e saj edhe sot është një jetë. Këtu vizitat nuk ndodhin asnjëherë. I falenderoj gjithë që kanë vizitojnë ne. Çdo ditë kemi vizitor. Herë më shumë, herë më pak, varësisht prej kohës, prej rrethonave. Mirë po kur kena vizitor më shumë të përveç datave shënume, janë edhe Stina e Verës, sidomos Korrigosht, ku numri shkon mbi 100.000 vizitor mrena mujt, po kem edhe ditëve tjera si që janë për shembull Shkurti, që është dita pavarësin këtë muj, edhe vinë shumë përveç vizitorit tjerë edhe në shkolla ndryshme, për një lloj përgatitje për arsimin që i kanë. Sipas statistikave që kena mujtë me nxjerr, edhe pse është gati e pamundshme me ditë saktësisht, dikon ka qenë 542.000 vizitorë vitin 2025.